gati për të filluar eventin kryesor të mbrëmjes së sotme, i cili ka qenë mbushur plot e plot me emocione dhe argëtim gjithashtu. Në qendër të ringut të dy. I pari në sulm Kvica, Grigola Zhvici nga Gjeorgjia. Murja 10 herë kampion Shqipëria. Peshë fantastike kjo Kristi, sepse janë jashtëzakonisht shpejt. Arditi po e sfidon, ka ullur duart edhe i ka dal nga qoshja me një mjeshtritje jashtëzakonshme. Mund të lexoja ma sulmet e kundërshtarit për një kundërgoditje. Stërvitet fort, 2 herë në ditë. Dhe stërvit gjithë skuadrën e Titansit në boks Ardit Murja, edhe boksier edhe trajner. Gjithë moshat kalojnë nga duart e tij. Shiko këtë tendencë për të ecur djathtas tani. Dhe jo vetëm Deri tani shmangje shumë të mira nga Ardit Murja. Po, rrotullohet, bën rraf 180 gradë, 360 gradë, rrotullohet gjithkohës. Wow! Disa huk të mirë tani ama. Kësë e pret Murja. Shumë tani Ardit Murja. Ndërkohë që ndizën për hërimat në sallë. Absolutisht fantastike. Absolutisht fantastike. Kemi kaluar gjysmën pra e takimit. 6 raunde nga 3 minuta. Boksi bukur. Me njëherë shkëmbimet fuqishme mes të dyve. Arditi, ki parasysh, Arditi bëhet i djath, sa nuk është i djath. Arditi bëhet i djath vetëm për të lëshuar atë të djath të fort dhe pastaj gjithkohë Mbrojtje të mira nga Ardit Murja, siç kemi parë gjatë gjithë ndeshjes. Është strategji, e fillojnë raundin, u kthye më gjërash tani. E fillojnë raundin si të djath. Pastaj mbyllja është kardio dhe kondicion fizik në maksimum për të dy. Por ai sa herë që lufton këtu përballë familjes së tij, përballë. Një djath të fort nga Murja kundër Sulmon Gjeorgjani. Të dy në qendër të ringut, shkëmbime të fuqishme dhe të papritura. Si një eksploziv me djathën. Tani ajo kthehet xhep, pra kthehet ngacmuese dhe duhet i ruhet majtës. Kjo e mban në konfuzion gjatë gjithë kohës dhe Anton Kikri e kanë mësuar pikërisht duke parë sa i lëvizshëm që ishte. E kanë absolutisht e denjë për main event. E dyta për mendimin tim nga ndeshjet e gjithë mbrëmjes ishte e Ergjys Toçit me kampionin e Kosovës. Edhe ajo ndeshje e bukur. Apo zotësisë të Ardit Murjes. Absolutisht njerëzit janë njësoj kudo si këtu, si kudo në Europë. Po. Dhe siç duket qartë nuk mungon pasioni, grinta dhe vullneti për të punuar. Ndërkohë që elemente shumë të rëndësishme janë ato që ti përmendi Erion, menaxhimi dhe promovimi i dur. Po. Sidomos në botën e sotme ku shoh djathën fort, edhe mbi doreza, e bën që kundërshtari t'i ruhet asaj dore dhe pastaj kthehet më ngjërash. U kthye më ngjërash. Ndjekje tani Gjeorgjani. Gjeorgjani ka ardhur për luftë.
Dhe kjo është pak por e sigurt. Mbrohet mirë. Si nuk u lodhën të dy duke goditur njëri tjetrin. Si nuk u lodhën. Janë në kulmin e moshës faktikisht, kardio dhe kondicion fizik absolutisht të shkëlqyer. Të përplasët me xhabin e Murjas, sekondat e fundit. Tharandet kanë qenë të fituar nga djali juaj, Ardit Murja! Fitues Ardit Murja.